Përshëndetje të gjithëve. Sot do ju sjell një recetë ngrohtë dhe tradicionale shqiptare. Është gjellë me presh dhe mishviçi. Është e thjeshtë, plot shije dhe po aq e dashur sa edhe më të vegjëlit e shtëpisë si nipi i mreo e kanë shijuar me kënaqësi. Filloj me përgatitjen. Këtu kam një qep mesatare. E presim qepën në pjesë të vogla. Ndërkohë në zjarr kam vendosur një tigan me vaj. Shtojmë qepën dhe i bëjmë qepës një kaurdisje të mirë. Ndërkohë që qepa kaurdiset, ne presim preshët. Kam 1,5 kg me presh. Mund t'i jepni formën që dëshironi, por unë zakonisht i pres në këtë mënyrë. Edhe preshi tashmë është gati, qepa në zjarr është zbutur, shtojmë 2 lugë të gjellës me salcë domateje. Në këtë periudhë domatet nuk kanë fare ngjyrë, ndaj unë preferoj të gatuaj me salcë. Shtojmë edhe preshin që prem pak më parë, e bashkojmë me salcën dhe me qepën. I vendosim kapakun dhe e lëm të zbutet pak. Në zjarr unë më parë kam zier në gjysmën e zierjes mishin e viçit dhe e kam gati. Edhe preshi ka filluar të zbutet, grim 2 thelpinj hudhër. Tërsa këtu është mishi gjysmë i zier. Kjo tenxheria ka goxha perimetër, është 32 cm, ndaj dhe gatimet i bën perfekt. E shpërndaj mishin në të gjithë sipërfaqen, e rregulloj me krip, i shtojmë piper të zi. Marrim piperin. Shtojmë 2 gjethe dafine. Dhe e mbuloj me ujë, nuk është se e mata ujin, thjesht të mbulohen perimet dhe mishi. E lëm të zjejnë avash avash derisa ta shikoni që lëngjet kanë avulluar. Shikoni, është në gjysmën e zierjes. Kanë avulluar lëngjet, por jo plotësisht. Gjella me presh asnjëherë nuk përzihet, pasi preshat prishen. Ndaj unë nuk dua të më prishen, e lëm të zjej edhe pak, deri sa ta shikoni që janë larguar lëngjet, ose më mirë të themi me aq lëng sa e dëshironi ju. E shërbejmë kështu të ngrohtë, duke i shtuar vetëm pak majdanoz sipër dhe dreka gati. Të dashur miq, faleminderit që qëndruat me mua edhe sot. Nëse e provoni recetën, më shkruani se si ju doli. Mos harroni të më bëni like, subscribe dhe ta shpërndani videon me miqtë tuaj. Ju përshëndes me dashuri nga kuzhina ime. Shihemi në recetën e radhës.